Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nenad Saveski është krye prokurori i ri i Republikës në Maqedoninë e Veriut. Propozimin që Nenad Saveski të emërohet prokuror publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut e vë në votim, ju ftoj të votojmë. Se Nenad Saveski është emëruar prokuror publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Me 66 vota pro, 2 kundër dhe 8 abstenim, kuvendi zgjodhi kreun e ri të organit të akuzës. Propozimin e qeverisë për zgjedhjen e Saveskit përpara deputetëve argumentoi zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski. Maqedonisi nevojitet me dëshirë drejtësia dhe sundimi i ligjit duhet të hapen dhe trajtojnë qartë rastet që do të përmirësojnë imazhin e shtetit dhe sistemin prokurorial dhe gjyqësor, deklaroi Nikolovski në sallën e kuvendit. Nenad Saveski pak para votimit në seancë garantoi një llogaridhënie dhe transparencë radikale, digitalizim dhe kushte pune që një prokuror të mund të kryejë punën e tij pa pengesa në një mënyrë efektive dhe dinjitoze. Ndër të tjera, ai shpreu shqetësim për kapacitetet financiare të organit të akuzës. Më e rëndësishme për të është digitalizimi i punës së prokurorëve. Pra ajo që shpesh kritikohet për prokurorin është se punon ngadalë, ndyzoi kandidati për prokuror në Republikën e Maqedonisë së Veriut duke premtuar digitalizim të sistemit për të frenuar bllokimin e dosjeve nënsirtare të prokurorëve. Ekonomi. Opozita në Republikën e Maqedonisë së Veriut denoncon rritjen e çmimeve të derivateve të naftës dhe mungesën e reagimit nga ana e qeverisë. Profesuesi e Bashkimit Demokratik për Integrim, Imrane Veliu Aliu, në një konferencë për shtyp deklaroi se konsumi i derivateve për transportarin në rreth 720.000 tonë në vit, përkatësisht 60.000 tonë në muaj dhe rreth 2.000 tonë në ditë. Bazuar në këtë konsum, BDI vlerëson se mos ndërhyrja e institucioneve po kushton qytetarëve dhe bizneseve rreth 685.000 euro në ditë, apo mbi 5.1 milion euro në një javë. Sipas kësaj analize, vetëm gjatë 2 javëve të fundit qytetarët kanë paguar mbi 10 milion euro më shumë për karburantet. Rritja e çmimeve prej 21 denar për litër ka goditur drejt për drejt qytetarët që udhëtojnë drejt Shkupit. Qytetarët e Tetovës rreth 600 euro më shumë në vit për qytetar, qytetarët e Gostivarit rreth 780 euro më shumë në vit për qytetar dhe qytetarët e Kumanovës rreth 579 euro më shumë në vit për qytetarë. Këto janë shifra alarmante të cilat të rëndojnë drejt për drejt mbi buxhetin familjar dhe përkeqësojnë në standardin jetësor të vetë qytetarëve. Andaj kërkojmë masa urgjente nga qeveria për të mbrojtur qytetarët dhe ekonominë nga këto shifra të papërballueshme. Ju falemnderit. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon qeverinë se nuk ka asnjë ndërhyrje në tregun e karburanteve duke lejuar rritjen e ndjeshme të çmimeve të derivateve të naftës. Republika e Maqedonisë së Veriut aktualisht funksionon pa Ministritë e Ekonomisë funksionale, ndërkohë që pritet rritje e konsiderueshme të çmimeve të produkteve bazë, kostove të transportit dhe në përgjithësi shtrenjtimi i jetës për qytetarët, apelojnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Opozita shqiptare deklaroi se nëse nuk zbatohen urgjentisht masat e propozuara, çmimet në përgjithësi mund të rriten mbi 10% duke ndikuar buxhetet familjare. Kjo qeveri nuk ka kapacitetet e duhura për të menaxhuar krizat që ndodhin edhe 2000 kilometra larg vendit. Për këtë arsye, qeveria duhet menjëherë të shkarkojë ministrin e ekonomisë, i cili duket se nuk ka as vizion dhe as plan për menaxhimin e krizave ekonomike. Edhe njëherë, i bëjmë thirrje qeverisë që të shqyrtojë seriozisht propozimet e Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët do të kenë mbështetjen tonë të plotë nëse masat për mbrojtjen e qytetarëve procedohen dhe miratohen në kuvend. Opozita shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut akuzon pushtetarët shqiptar për mos respektimin e gjuhës shqipe. Deputeti i BDI-s, Blerim Bexheti, publikoi mesazhe të kuvendit ku shihen të jenë vetëm në gjuhën maqedonase. Për këtë Bexheti akuzoi kreun e kuvendit Afrim Gazhi. Ky nuk është më debat politik, është çështje digniteti dhe rendi kushtetues. Gjuha shqipe nuk është dekor, është vije kuqe, deklarojnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Për këtë deklaratë reagoi deputeti Avlen Saranda Imeri Stafaj. Ajo tha se mënyra se si bëhet kërkesa ndikon në gjuhën e mesazheve që dërgohen. Politik. Partia Alternativa në Republikën e Maqedonisë së Veriut garanton se koalicioni Vlen do të vijojë me procedurat e njësimit të një subjekti të vetëm politik. Paralajmërimi vjen nga nënkryetari i Alternativës Efan Elezi. Ai njoftoi mbledhjen e kuvendit të partisë me rreth 115 antar pjesëmarrës për të dhënë sugjerime se si duhet të ndodhë unifikimi në Vlen. Elezi tha se nuk do ta pengojnë rrugën e Vlenit pasi ishin të parët që bën hapin për unifikim dhe se janë autorët e themelimit të koalicionit. Kemi bërë hapin e parë për unifikimin e Vlenit. Ne nuk pengojmë rrugën e Vlenit. Tek e fundit ndoshta mund të jemi ne
autorët ose bashkautorët e themelimit të koalicionit vlen në periudhën kur zoti Gashi ishte kryetar partie. Shtyu dorën me zotin Kasami, 2 lider, pastaj u bashkangjit zoti Mexhiti, zoti Taravari e kështu me radhë. Domethënë punët që bëhen shpejt nuk është se edhe janë të mira. Rezultatet i shohin më vonë dhe kemi raste kur ka pasoja negative. Opozita maqedonase LSDM paralajmëron se vendi po mbetet pas në procesin eurointegrues për shkak të mos angazhimit të qeverisë. Benko Filipçe theksoi se përderisa vendet e rajonit po ecin me hapa të mëdha drejt integrimit, shqetësues mbetet qëndrimi i qeverisë që sipas kreut të LSDM-s i thot ndal Europës, ndërsa i hap dyert botës serbe. Nga Europa ka në vërejtje se politika jon po devion pak nga politika e përbashkët e sigurisë e BE-s dhe ai është momenti i parë. Momenti i dytë është se nëse tani e lëshojmë këtë mundësi, prioritetet nesër mund të ndryshojnë. Ndoshta do të jepet prioritet Moldavisë, Ukrainës dhe vendeve të tjera, paralajmëroi LSDM-ja maqedonase. Bullgaria rrit presionin mbi Maqedoninë e Veriut. Gati 1/3 e amendamenteve për raportin e progresit të Maqedonisë së Veriut në Parlamentin Evropian vijnë nga eurodeputetët bullgar. Me afro 100 amendamente të dorëzuar në raportin e eurodeputetit Thomas Vajk për progresin e vendit, përfaqësuesit bullgar duket se po përpiqen të zgjerojnë listën e kushteve dhe të problematizojnë statusin e Maqedonisë së Veriut në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Përpjekja kryesore e tyre është që të shtyhen përpara ndryshimet kushtetuese. Krahas saj, ata theksojnë rezultatet e pamjaftueshme në luftën kundër korrupsionit, sundimin e ligjit dhe çështje të tjera, duke krijuar hapësirë që në debat të rikthehen dhe temat nga të cilat Bullgaria nuk heq dorë, si festimet e përbashkëta historike, interpretimi i gjuhës, historisë, dosjet e shërbimeve sekrete, gjuha e urrëties dhe përmbajtja e teksteve shkollore. Sociale. Ministria e Shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut premton uljet e çmimeve maksimale të barnave për vitin 2026. Paraqikohet ulje për barnat aty ku ekzistojnë tregues të përshtatshëm të tregut. Vendimet me çmimet e reja maksimale të reduktuara janë publikuar në faqen e internetit të ministrisë me ulje të arritura për një total prej rreth 343 lloje barnash. Prej tyre, 156 janë origjinale, 174 gjenerike dhe 13 barna nga importet e ndërhyrjes. Çmimet e reja do të fillojnë të zbatohen nga 1 maj këtij viti, pas një periudhe në të cilën kompanitë farmaceutike do të harmonizojnë çmimet në shitjen me shumicë dhe pakicë. Me fluturimin e së martës përfundoi evakuimi të gjithë shtetësve të Maqedonisë së Veriut nga vendet e lidhjes së mesme që deri tani janë regjistruar e kishin shprehur gatishmëri për evakuim. Informacionet vijnë nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë. Me fluturimin e 5 u evakuuan 147 udhëtar, nga të cilët 119 janë shtetas të Maqedonisë së Veriut dhe 28 shtetas të huaj. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.